Transmeton Ebu Hurejrit radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Allahu azza wa jalla thot: çdo vepër e njeriut është e tij përveç agjërimit. Ai është i imi dhe unë shpërblej për te. Agjërimi është mburoj. E kur dikush për juve agjëron, të mos fol fjalë të dyta, e të mos bërtet. E nëse e shan dikush ose tenton të grindet me te, le t'i thot: unë jam agjërueshëm. Pasha shpirtin e Muhamedit, pasha atë që në dorën e tij është shpirti i Muhamedit, era e keqe e gojës së agjëruesit është më e këndshme te Allahu në ditën e Kiametit se aroma e miskut. Agjëruesi ka dy gëzime që gëzohet me to. Kur han iftarin, gëzohet me iftarin e tij. E kur e takon Zotin e vet, gëzohet me agjërimin e tij. Në transmetimin tjetër qëndron: çdo vepër e njeriut e birit Ademit shumë fishohet. Një vepër e mirë me 10 fish, deri në 700 fish. Thot Allahu azza wa jall përveç agjërimit, sepse ai është i imi dhe unë shpërblej për te. E braktis epshin e tij, ushimin e tij për mua, shton Buhariu dhe pijen e tij. Në transmetimin e Imam Buhariu, transmetimin tjetër, qëndron: çdo vepër ka shpagimin e tij, e agjërimi është për mua. Pra kjo është hadithi i parë, hadithi i mirënjohur, hadithi më i madh, i cili flet për agjërimin. Hadith kutsi. Hadith kutsi do thot hadith të cilën e transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejt për drejt nga Allahu. Edhe besoj që ky hadith na jep neve shumë shpresë, shumë inkurajim, shumë vullnet që me lezu këto hadithe dhe me punu me to. Sepse është adhurim për të cilin Allahu i madhëshëm po thot: është i imi dhe unë shpërblej për te. Do thot askush nuk e din sasin e shpërblimit që fiton agjëruesi nga agjërimi i tij veç Allahu i madhëshëm. E Allahu kur pagun, e Allahu kur shpërblen, pagun për një me 10 deri në 700 fish, e agjërimin edhe ma shumë, sepse është shpërblim i veçantë që nuk e din askush veç Allahu dhul xhelal.